Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka ndarë në total 3.670.000 euro subjekteve politike që morën pjesë në zgjedhje, teksa shpërndarja e mjeteve është bërë bazuar në numrin e vendeve që secila prej tyre ka siguruar në kuvend dhe në kritere të tjera. Partia me përfitimin më të madh është Lëvizja Vetëvendosje, së cilës ju ndan 1.540.800 euro pasi ka fituar 48 mandate në kuvend. Ky subjekt përfitoi edhe një shumë shtesë nga kuota gjinore në vlerë prej 100.800 eurosh. Subjekti me përfitimin e dytë më të madh është Partia Demokratike me 720.000 euro e pas saj Lidhja Demokratike që përfitoi 600.000 euro. AK-s e nismës mjetet ju alokuan ndaras ndonse garuan si koalicion në zgjedhjet e nëntshkurtit. Për 5 deputetët në kuvend, AK-ja ka përfituar 150.000 euro, ndërsa nisma 90.000 euro, 81.000 për të cilave janë për subjekte, ndërsa 9.000 për deputetët. Financimi i subjekteve politike bëhet përmes buxhetit të Republikës Kosovës nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike, i cili ndahet për financimin e aktiviteteve të rregullta të subjekteve politike të përfaqësuara në kuvend në bazë të numrit të ulësve. KQZ ndan fonde publike shtesë në vlerën 1% të shumës së përgjithshme të alokuar për subjektin politik, për secilin mandat të fituar nga gradë mbi kuotën 30% në momentin e certifikimit. Elista Serbe, e cila ka siguruar 9 ulëse në kuvend, përfitoi 270.000 euro me gjatë kundërshtimin e antarit të KQZ-s nga radhat e Vetëvendosjes Sami Kurteshi. Bazë edhe të vendimit edhe më hershëm, edhe të sqarimit më hershëm, unë i votoj këto ndarje, rekomandimin e votoj, unë e votoj kundër ndarjes për listën serbe në çdo rast. Subjektet më të vogla si Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, Koalicioni Vakat, Partia Liberale Egjiptiane dhe të tjera kanë përfituar nga 30.000 euro secila, bazuar në ndarje minimale për subjektet me nga një përfaqësues në kuvend.